flitet për një periudhë të kohës ku tash është sfida më e madhe aty. Është periudha kur bëhen kthesa të mëdha në jetë, ku njeriu përzgjedh ndonjë rrugë, përzgjedh profesione, përzgjedh atë çka mendon se është më me rëndësi për jetën e tij. Kur e kanë pranuar fen dikush prej njerëzve, për mekazve, i kanë thonë je bo fëmijë. Sabe. Pse? Shumica e xhamatit që ishte, shokët e pejgamberit ishin rini e pastër. I riu kur bindet është, larg ndikimeve sikur që është dashuria për poste, për pasuri, pastaj dashuria për më kon i famshëm, që kanë qenë disa prej pengesave Paris me kase që nuk e kanë pranuar fen. Do të pyetet njeriu për rinin se ku e harxhoj. Këtu flasin në ulemat, thënë njeriu në këtë rast i riu do të pyetet 2 herë. Për rinin edhe për jetën. Djelmosha i çon Kur'ani. Fjala Allahu xhelal, djelmosha janë këto rinia. Po të banorët e shpesës s'kan qenë pejgamber. Ama kur i çon Allahu amanu bi rabbihim, kanë besuar në Zotin. Çështja e rinisë është sikur beson, kur e ka imanin në rregull, atëri tregon ato, vendimet e duar në momentin e duar, në momentin më të mirë dhe më të çelluar. Cilat janë problemet kryesore që i ka rinia në kohën tonë? E parë është kriza probleme identitare, identitetit kulturor të tij. Aty hin edhe feja. Padyshim se feja, gjuha, pastaj zakonet, ndikimet nga rrethi dhe nga jashtë që janë pjesë e ndikimeve në identitetin e tij. Pastaj janë problemet që shfaqen probleme shpirtërore. Dobësia e tyre nga ana fetare. E dyta, dobësia e tyre në personalitetin e tyre, si dobësi. Edhe pastaj ndikimet e jashtme ato që e përmendet ti. Shkaku pse ka ardhur te kjo që njëri tash shumë lehtë ndikohet, është që e dobësisë. Na kemi dobësi shumë të mëdha. Nuk ka interes të mjaftueshëm dhe të nivelit të duhur për me marrë dije. Sot është një krizë më e madhe e rinisë, ku është largimi i tyre mes dijes dhe dietarëve. Është nëse hinë atë rrethin vicios që e quajnë, atë rrethin e së keqes, vazhdimisht ka diçka që është më tërheqëse. Se nuk ka gatishmëri për të reflektuar tek rinia kur dëgjojnë të mirën, kur dëgjojnë këshillën. Se këshilla dhe porosi dhe fjalë të mira dëgjohet shpesh. Alhamdulillah nuk e kalon Allahu edhe këtë vend edhe asnjë vend tjetër të zbrazur nga thirrja e mirë e kështu me radhë. Dhe këshilluesi. Por ka mosdogjeshmëri. Edukimi pse është me rëndësi, pse theksohet? Edukimi është në momente kur gabohet, në momente kur ka lëshime, në momente kur ka ndikime të jashtme, ku ka probleme shpirtërore, ku këtë ato që përmendej tash. Tash roli i prindit është këtu me intervenu. Këtë pjesë me plotësu, me përmirësu sikur që duhet. Mësimi praktik, mësimi leximi, kuptimi i Kuranit, jetësimi i Kuranit. Është prej themeleve që i jep një triu me lejen e Zotit një ardhmëri shumë të mirë dhe begatshme. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë, pejgamberin ton Muhammedin salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë. Jemi në fillim të episodit të radhës të podcastit në Mexhlis. Në këtë episod do të flasim për rinin. Rinia e cila është shpresa e këtij umeti dhe rinia e cila përballet me shumë sfida në shumë aspekte të jetës së tyre. Për të biseduar për këtë çështje, sonte mysafir e kemi hoxhën e nderuar, shpend magjistrin, shpend Efendi Zeneli, me të cilin do të flasim për rinin, shpresa dhe dhimbja e umetit. Hoxhë i nderuar, faleminderit që u përgjigje pozitivisht në ftesën tonë. Që të bisedojmë. Mundohemi të zbërthejmë disa dilema edhe të vendosim disa themele se si kjo rini e cila është shpresa, forca, energjia e këtij umeti të kthehet në binaret e duhura. Vetëm tema kur të folësh për rinin,
E vërejmë, besoj që secili kur ta dëgjoj e vërejmë se është temë kogja e sikletshme, është e ranën në vete, flitet për një periudhë të kohës ku tash është sfida më e madhe aty. Do thonë, na të gjithë jemi me një farforme hartojmë plane dhe strategji se si me përfitu rinin. Po, edhe pse nuk përjashtohet nga kjo krizë, nga këto sfida as ai më i moshuari, por sa do kodo tek ai disa gjëra e pak më. Shpresat janë pakës më të vogla tek ata. Më të vogla janë, padyshim. Se, domethënë për çdo sferë të jetës, domethënë feja ka përgatitur një farë lloj, domethënë obligimi. Secila sferë e jetës, që në fëmijëri, e ka atë obligimin e vet. E ka, domethënë normat që duhet të ndjekur. Por kur vjen te rinia, domethënë vjen në shprehje pak më serioze. Është një periudhë ndërlikuar, domethënë aty janë periudha e hormone, periudha e pubertetit, periudha e rritjes dhe pjekurisë, e cila dal nga dal arrihet. Dhe këto ndoshta ato që ndasha keq i shfrytëzojnë për ta devijuar dhe për të defokusuar rinin nga. Po nëse e kishim bën një ndarje, për shembull, për cilën rini dhe cilën moshë jemi duke fol tash. Domethënë nuk flitet për fëmirin. Nuk flitet. Ja. Fëmiria që ende nuk është e aftë të merr vendime në vete, ende është nën ndikimin e prindërve dhe mendimin e tyre. Zakonisht fëmia merr idenë e pyet prindin. Flasim për një periudhë kur fëmia arrin një moshë, për shembull, e pubertetit, dhe zakonisht ai fëmijë tashmë ndikimin e ka më tepër jashtë shtëpisë se sa brenda shtëpisë. Kur më atij i jepet mundësia për dal jashtë kufive të familjes, ku do të ballafaqohet tani edhe me shoqërinë, edhe në forma të ndryshme, edhe në institucionet ku arsimohet, edhe se si do të sillet ai, se ajo do të jetë pjesa më kryesore e jetës së tij, ku do të formohet ai tash e tutje për të vazhdu jetën përpara. Por atë është edhe aq e ndihshme kjo periudhë e rinisë, po ta themi. Mëse rinia varësisht prej perceptimeve, varësisht prej asaj se sa njerëz e kanë kufizuar, shkon deri në një moshë bëjë të lartë, mund të themi se mund të vjen deri te mosha 30 vjeçare. Është periudha kur bëhen kthesa të mëdha në jetë, ku njeriu përzgjedh ndonjë rrugë, përzgjedh profesione, përzgjedh atë çka mendon se është më me rëndësi për jetën e tij, prandaj është periudhë që ka shumë dilema tek të rinjt, ka shumë paqartësi, huti, dhe për ta vazhduar këtë bisedë rreth rinisë, unë kisha dashur fillimisht me e paraqit një pjesë të vogël nga historia e lavdishme e rinisë në kohën e të dërguarit tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë ata janë gjeneratët që ne i marrim si model. Padyshim. Koha kur vjen shpallja dhe i përgjigjen Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vërehet, dhe kushdo që i qasës historisë së sahabëve do ta sheh që në përgjithësi, jo të gjithë, mosha e sahabëve që kanë pranuar fen kanë qenë 3. Rini e pastër. Domethënë nëse e shihet prej të parëve që kanë pranuar fen është Aliu radhiyallahu anhu. Mosha e tij 10 vjeç. Pastaj jo më larg Sa'd ibn Abi Waqqas, pastaj Zubairi, pastaj Ibn Mesudi, të gjithë Zeid ibn Harith, Abdullah ibn Omeri, që është edhe më i mëvonshëm, Ibn Abbasit që është shumë më i mëvonshëm. Por atë edhe interesant nëse e vërim te fjalët e mushrikëve në Mekë, kur e kanë pranuar fen dikush prej njerëzve, pe Mekasve, i kanë thonë je bo fëmijë. Saba. Pse shumica e xhamatit që ishte, domethënë shokët e pejgamberit ishin rini e pastër. Domethënë padyshim ishte Abu Bekri në mesën e tyre që ishte mosha e tij 30 sa vjeç, mund të përcaktohet diku. 2 vjet ka qenë më i disa i dërguari jon Muhamedi. Po, domethënë 37 vjet. 30 vjet, po. Kur ka filluar shpalli. Më i moshuari. Po të tjerët, domethënë për një rini prej rinive që është hershëm, rinia e hershme e tyre. Edhe që të gjithë kur e shohim domethënë rolin e tyre në fe. Tek mushrikët ka qenë pikë e dobësisë, pse janë fëmijë dhe janë shumë të ri.
por në realitet është se aty është fuqia, aty janë mundësit, aty është vullneti, ose aty është gatishmëria. Forca potenciale, e që janë varet nga lideri si ka me orientu. I dërguar jonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka arrit që atë fuqi, forcë, potencialin që e ka pasur e rini që ta kanalizon në drejtimin e duhur. Po dhe është marrë me ta. Domethënë me të vërtet i ka konsideru domethënë njerëz drejt të cilëve ka orientu thirrjen e tij dhe nuk e ka anashkalu. Ibn Abbasit i drejtohet ja gulam o djalosh dhe ja ka mësu fjalët. Inni allimu ke kelimat, po ti mësoj disa fjalë. Për disa fjalë. Andaj jo rastisht e shohim për shembull te rasti Aliut radhiyallahu. I ka qenë i gatshëm në rinin e tij të bën sakrificën më të madhe, për arsye se ashtu i riu kur bindet është domethënë larg ndikimeve sikur që është dashëria për poste, për pasuri, pastaj na dashuria për më kon i famshëm, që kanë qenë disa prej pengesave Paris me kase që nuk e kanë pranuar fen. Ka qenë i gatshëm të sakrifikohen dhe të avnon kokën në jastukun e pejgamberit alayhissalam kur ai bën hijret. I riu e ka guximin. Dhe jo rasti që përmendet se fokusi është bashkë te rinja, pse? Se disa aty është forca. Aty është guximi. Aty është edhe ardhmëria. Aty është edhe ardhmëria. Do thonë është pjesa më e shtrenjtë e jetës. Edhe në hadithet e pejgamberit e vërejmë kur thotë që do të pyetet njeriu për rinin se ku e harxhoi. Këtu flasin ulemat, thënë njeriu në këtë rast i riu do të pyetet 2 herë. Për rinin edhe për jetën. Për jetën. Rinia venças, veçmas. Të dyat pjesë të jetës, pjesë të jetës që e ka dhënë Allahu njeriu. Po rinia është domethënë në një nivel pak më të lartë të ndjeshmërisë. Domethënë sepse aty nëse me të vërtet mirën binarët e drejta, pastaj me lejen e Zotit do të shkojnë këtë punë shumë më mirë. Kjo nëse themi tek sahabët, po e mora shembull Aliun radhiyallahu, po jo më larg e kemi Ibn Abbasin i cili shembull i dijes, domethënë njëri që ka marrë lëvdatën e pejgamberit alayhis salam, qysh në hershëm në rinin e tij si komentuesi më i mirë i Kuranit. E për Ibn Mesudin, faqihu fi din wa alimu at-ta'wil. Po. Se fen dhe mundësia që të bëhet komentues. Të interpreton mirë Kur'anin. Ibn Mesudin Mekë, le që ka qenë i ri, po thotë se ka qenë edhe i dopt fizikisht. Megjithatë, rinia e ka të guximi i cili edhe pse ka dalë ashtu i dopt, po e ka lexuar surën Rahman në mesin e kurreshitëve. Kanë qesh të tjerë për kam të ti të dobta. Ama janë më të rana te Allahu dhe Xhelal. Sa kodra Uhudit. Se ka kallëzu, domethënë vendosmëri, qëndrueshmëri, stabilitetin në mënyrën më të mirë që është e mundshme. Përderisa dikush i më i moshuar, sikur se Abu Jehli, të tjerët Uqba, të tjerët, e kanë marrë çështjen e pasimit pejgamberit se çka do të përfitojnë, ku do të mbetet nami i tyre, çka do të mbetet me tregtinë e tyre, kështu që i riu e ka pak më ndryshe pazonin e tij të mendimit. Akoma s'është infektuar me ato që vinë më vonë, friga për pas, friga për jetën, friga. Por atë kjo periudhë është e çmueshme dhe e ndjeshme, po flasim për sahabët, pastaj normal që në këtë aspekt tek ulemat e mëvonshëm e shohim shumë më të qartë, sa që shumë prej ulemave i shohim që kanë mri nivelin e lartë të imamllëkut. Arsyeja është se qysh herët në fëmijëni janë ças edukimit të mirë fillt. Po të flasim për Buhariun, moshën 5 vjeçare nëna vet është mundu ta edukojë. Imam Maliku gjithashtu, Imam Shafiu gjithashtu, Imam Ahmedi gjithashtu. Që një pjesë e madhe e këtyre kanë qenë jetim. Janë ndrit pa baballar të tyre, veç nanët i kanë pas. Më që në fëmijëni ka qenë edukimi i duhur, i qelluar, edhe pastaj kanë arrit, padyshim që arrihet. Për shembujt koranor, janë shembuj shumë të ndryshëm për Ibrahimin alayhis salam që flitet se herët që në rinin e tij, ka nisat revolucionin kundër shirkut dhe idhujve. E ka arrit epitetin umme. Po. Një popull vetë, i ri, i vetëm. Pastaj shkam kujtohet interesant është çështja e banorëve të shpellës. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ishin djalmosha I çon Kur'ani.
Fjala Allahu dhe xhelal, djelmoshat janë këto rinia. Edhe interesant se du ta përmendim çështjen e banorëve të shpellës se ndoshta është më për afërt, sepse dikush kur mendon që për Ibrahimin alayhis salam thotë, po mirë, pejgamberi i Zotit do të bëhet. Ata pritet për të një shpallje që do t'i jepet, një përgatitje e tij, për Musa nëse flasim gjithashtu që është në rini për Jusufin alayhis salam, që Isa alayhis salam mosha e tij ka qenë 17 vjeçare kur është ballafaqur me gruan e mbretit në qëndrueshmërinë e tij. Po të banorët e shpellës s'kan qenë pejgamber. Ama kur i çon Allahu amanu bi rabbihim, kanë besuar në Zotin. Do thonë çështja e rinisë është sikur beson, kur e ka imanin në rregull, atëri tregon ato, domethënë vendimet e duara në momentin e duhur, në momentin më të mirë dhe më të çelluar. E bën sakrificën e duhur me lejen e Zotit. Dhe çështja Usame ibn Zeidit. Usame ibn Zeid herët e ka angazhu pejgamberi i ushtrisë. Në ushtri i ka pas Ebu Bekrin, Omerin. Po bile edhe Ebu Bekri nuk pranon ta largoje prej postit. Edhe pse Omeri insiston. Për shkak se në mesin e tyre ka një ushtri që e ka nisi dërguari i Allahut, nuk më ka hije unë që ta pengoj. Edhe ka qenë bereqeti, ase që ka pas sukses më tutje. Do të thonë edhe Aliu radiallahu anhu kur i thot në betejën pejgamberi sa do të jap flamurin njeriut i cili Hajber. Do Allahun edhe Allahu e do. Dhe i ka qenë pak si i plagosur në sy diçka. Ka pas probleme në sy. Do thonë djelmosha që e kanë do thonë i kanë shkruar rreshtat e arta të historisë islame dhe me fillimisht me caktimin e Zotit, po ashtu edhe me angazhimin e tyre, Islami është përhapur për një kohë të shkurtër në një perandori e cila është perandoria më e madhe që ndonjëherë ka njohur histori. Nuk janë shembuj, mos ti paramendojmë se ato kanë qenë shembuj që shumë e lehtë ka qenë për ta, e kanë pa pejgamberin Allahut dhe janë bashku. E kanë pasu. Po jo, ata e kanë pas sfidat e veta të kohës. Musab ibn Umeri e le jetën komode, lukset të tij, më të mirë. Nëna e tij e bojkoton derisa kur vdes në betejën e Uhudit, nuk kanë me çka me mbulu. Subhanallahu. Andaj sot ai ka qenë mësuesi i parë i banorëve të Medinës. Pasi thotë ambasadori i parë për në Medinë. Domethënë sfidat i kanë pas. Edhe ai si i ri është dash me lan diçka për hir të Zotit. Domethënë padyshim një jetë këndshme secili e ka lakmi, të rehatshme, një jetë ku i sigurohet atij në edhe domethënë strehimi, edhe familja, domethënë martesa, veshmbathja, ushqimi i mirë, por e la atë për një ideal shumë më të madh, që është besimi në Zot. Shkruaj disa ideologji tjera, nëse shohim për shembull në historinë e afërt, në moshën e rinisë kanë bërë sakrifica që rinia e sotme ndoshta e ka shumë vështirë me i paramendu. Për shembull kemi këto luftrat nacional çlirimtare, kemi njerëz që në moshën e re e kanë dhënë jetën për atë ideal që e kanë besuar. Ndërsa sot ndoshta e kemi një gjeneratë e cila të rinisë e cila 100% varet prej prindërve. Domethënë faktikisht çdo gjë nuk mundohet me kriju diçka nga vetvetja, me iniciativën e tij, që ta definon jetën e tij, por mbështetet tek prindërit e tij që t'ja gjejnë nusën. Se lërë me gjetë nusën, po mendoj me abo darsë, me able vetur, me able shtëpin, me able banesën, e kështu me radhë. Do më thënë një lloj pasivizimi shumë i madh po e shohim tek rinia. Shtash me këto ndodhi që ndodhin në Gaza, është një prej gjërave që neve si musliman na gëzon, ku koka intelektuale e rinisë dita ditës shtohet apo rritet zëri i tyre kundër gjenocidit që ndodh në Gaza. Pasi që ata kanë kuptuar se kjo që ka ndodhur nuk është diçka e drejtë, apo është diçka që është me të vërtetë fjala më e vogël është me u quajtur krimi i luftës.
Ata nuk janë të ndikuar për politikave. Po. Ata nuk punojnë për sisteme të ndryshme. Nga ana tjetër, ajo shkam habit kur ti shef disa vende muslimane, e sheh rinin e tyre në ato mbrëmjet gazmore, në ato klubet e natës, se si e kalojnë, ndoshta shumë afër e kanë ato që ndodh atje. Po. Është në prag të shtëpisë. Dërsa e shef se sikur me qenë të hipnotizuar, sikur me qenë domethënë jashtë kësaj botës, edhe nuk bashkëndijejnë me ato. Mua dje pash një video që më lën një përshtypje shumë pozitive, një djali ushtare nga ushtria e Amerikës, qohët edhe i bërtet ati senatorit, po t'ju jeni vrasës të fëmijëve jone, mos ta çoni me vdek për Izraelin. Edhe do të thonë i flet disa fjalë që është më mirë apo është më e rendit me u prit nga muslimanët. Dërsa ajo, dhe pse ka qenë ushtare në ushtrinë e Amerikës, e merr atë guxim, do të thonë është diçka që ndodh me atë rini. Ato janë çuar dhe kanë kuptuar se diçka nuk është rregull. A nuk është koha që këtë çështje ta kupton edhe rinia tek muslimanët? Prandaj kjo na vjen te pyetja e dytë, cilat janë problemet kryesore që i ka rinia në kohën tonë? Pse është gjendja e rinisë në këtë? Çka është ajo që është problemi të cilën ne të gjithë duhet bashkërisht mundohemi ta zgjidhim? Shiko, kjo si pyetje është shumë normale, por përgjigja mund të jetë ose e përgjysmuar, ose nëse nuk flitet në kënde të ndryshme. Për atë, do ta kisha thonë një përgjigje kështu ma konkrete. Nuk mund më kanë problemi vetëm nga një anë, nga një palë. Për shembull, flet dikush edhe tash nëse këto tema po shtjellon vende të ndryshme, në mezhise të ndryshme, edhe e gjejmë se të moshuarit fajin e hedhin tek rinia. Po trish me trit, fajin e hedhin tek të moshuarit. Ose e kundërta ndodh tek politika te rinia. Jo. Do thonë padyshim se secila palë e ka anën e përgjegjësisë. Kështu që mund të ndajmë se këtu ka hisën e faj. Padyshim. Në pjesë shoqërisë e gjejmë ka probleme në vet, domethënë në identitetin e tyre. Është një farë krize sot e identitetit kulturor tek trit, ku ka deformime të identitetit kombëtar gjuhës së tyre, do thonë tash po vërret me të madhe që po degradohet, pastaj po hin jargone të ndryshme, gjuha vetëm se ka nis mu ndryshu. Me kalimin e kohës nuk do të flitet as kjo gjuhë e sodit, çka jemi duke biseduar në sot. Ne në vitet 90-ta thashme këto në Shqipëri, çdo fjalë e dytë është italisht. Sot ka ndryshuar. Sot ne për shembull në Maqedoni, nëse shumica e fjalëve tek rinia ka qenë maqedone, për shkak se nuk kanë tashmë këto fjalë anglisht. Po, kështu që kishim mujt me nda kështu në këto problemet e një triut sot. E parë është kriza probleme identitare, identitetit kulturor të tij. Aty hin edhe feja. Po, sigurisht. Do të them padyshim se feja, gjuha, pastaj zakonet, ndikimet nga rrethi dhe nga jashtë që janë pjesë e ndikimeve në identitetin e tij. Pastaj janë problemet që shfaqen probleme shpirtërore, probleme emocionale, probleme të ndryshme, duke nisë nga shqetësimet, nga depresionet, nga ankthet, nga streset e ndryshme, ideologjitë e ndryshme, që janë bajgi shumë të rënda sot, ku ndikohen trit, dhe ato pastaj bëhen shqetësimet brendshme shpirtërore të tyre. Pastaj kemi ndikimet apo problemet të tyre familjare. Do thonë, jo një i ri i ka krejt këto probleme, Allah mos e baft. Mi po flasëm se në përgjithësi, nëse analizohet, e shohim se një i ri mund të ketë 1-2 për këtyre problemeve. Për shembull mund të ketë problemin e krizës kulturore, por dikush nuk e ka, ama e ka problemin shpirtëror. Dikush nuk e ka shpirtëror, por e ka problemin familjar, ku është një çrregullim brenda familjes. Sidomos nëse në atë familje ka ndarje,
Nëse në atë familje ka probleme të mëdhaja, Mungon komunikimi mungon komunikim, mund të ketë për shembull edhe probleme të ndryshme ku ka idhnime, ku ka acarime, ku ka jo rastisht ato ndikojnë pastaj detyrimisht tek edhe vet i riu. Pastaj janë problemet e sferës së sistemit dhe politikës. Nuk mund të anashkalojmë edhe ato përgjegjësitë që kanë, domethënë është rregulli jetës, është sistemi, është politika që e menaxhon këto, edhe problemet ekonomike. Që edhe problemet ekonomike nga një anë, edhe pse si problem i jashtëm, po kanë ato shpesh shndrohen në probleme të brendshme shpirtërore. Një ankth që çdo i ri kur ta arrin këtë moshën e rinisë, tash e ka para vete një vizion, e ka një aspirat, e ka një dëshirë ku do të arrije, dhe duke analizuar rrethin dhe mundësitë, thonë e që vendbanimi është problem për të, martesa është problem për të, plotësimi i dëshirave dhe qefeve është problem për të, edhe këtë këto pastaj po bën një grumbull i madh i problemeve që depërton tek rinia. Do të ndalim pak te problemet identitare, në pikërisht tek çështja e fesë. Hoxhi nderuar, ne po e shohim se tek rinia disi si thonë edhe ato me gjuhën e tyre, ma shumë dhezin gjërat negative, destruktive, veset, sesa vlerat pozitive, apo ato që ne i quajmë virtyte, apo imani dhe ibadeti. Po. Çka mund me qenë shkaku kryesor? A është kjo dështim në edukimin e këtyre gjeneratave, apo është mungesa e modelit që është i shëndosh që rinia duhet ta ndjek, apo janë të bombarduar nga gjitha mjetet e komunikimit masiv me antivlera dhe pastaj e gjenë drejtën të paaftë që të kundërvihen këtyre gjërave. Sikur që paraqita çështën e problemeve të i riu, se ndahen në kategori, do ta kisha paraqitur edhe çështjen e shkaqeve në kategori. Kategoria e parë është probleme, shkaqet që ndikojnë këtu është dobësia e tyre nga ana fetare. E dyta, dobësia e tyre personale, në personalitetin e tyre, si dobësi. Edhe pastaj ndikimet e jashtme ato që e përmendet ti. Edhe këtu kemi këto tre ndarjet, si shkaqe kryesore. Pse dobësia fetare? Po nuk, për shembull, një ushtar i mirë, një luftar i mirë, pritet më kon i mirë kur ai është i pajisur mirë, në formë të ditorisë, inteligjencës, i pajisur mirë edhe fizikisht me ushtrime, pastaj është i veshur mirë me mburoja të mira, është i kompletuar dhe ai jep rezultatin e tij. Ai futet në luftë, është në rrezik për jetë, mirë po kur është shumë i shkadhët, a jep edhe rezultatin. Kështu edhe ky riu i cili sot tash po hin në këtë betej dhe këtë vend mejdan ku janë luftra ideologjike, luftra të kulturave të ndryshme. Ama hin pa përgatitje. Çka ti them aty? Ku është problemi? Problemi fillimisht nis nga ai, pastaj janë probleme të tjera. Dobësia e ditorisë fetare mungon me të madhe. Jo rastësisht pejgamberi sa na ka lajmëruar se prej shenjave të kiametit do të jetë përhapja e ignorancës dhe dobësia e ditorisë. Nuk ka ditori të mjaftueshme. Edhe këto e vërejmë tek njerëz, sepse një i ri i cili është pajisur me dije të mjaftueshme dhe për krah asaj dije, e ka edhe normal devocionin, e ka imanin, e ka ndjenjen se Allahu xhallahu e mbikëqyr, se e ka ndjenjen se nesër do të jep llogari për çdo lëvizje, çdo fjalë. Nuk mund ky të dështojë njëjtë sikur ai tjetri. Do thonë, kjo është një përgatitje pak më e lartë. Andaj çështja e parë, pse ka ardhur te kjo që një i ri tash shumë lehtë ndikohet, është që e dobësisë. Na kemi dobësi shumë të mëdha. Domethënë nuk ka interes të mjaftueshëm dhe të nivelit të duhur për me marrë dije. Domethënë sot është një krizë më e madhe e rinisë, ku është largimi i tyre mes dijes dhe dietarëve. Domethënë nuk ka pas ndoshta një kohë çka ka qenë largimi më i madh se në kohën e sotit.
Se shumë është hapësira e madhe kjo. Distancu, po, shumë larg. Shumë larg është. Edhe kjo pastaj e sjell edhe pasojën e vete. Do Se thonë tek ato krijohet dobësia që me dallu të mirën prej të keqes. joshet ma kollaj, Joshet ma let. mashtrohet ma let. Do të thonë edhe Pastaj hin ato, do të thonë lakmia, çështjen e epshi. fesë shet ndoshta si një sfidë e cila është e papërballueshme. Jo, ku mund në 5 herë me u fal. Apo vajza, pse unë më mbulu, pse si Po janë ndikuar edhe pe dyshimeve. a dyshim. Edhe dyshime ndryshme. Që ka, na po flasim qartë, po nëse e ulim një tri, që mund të jemi, do të thonë, edhe nga anëtarët e familjes sonë. Dhe me të bisedojmë sinqerisht. Do të shfaqen tek ai dyshime për Zotin, Për Zot. për fenë, për pejgamberin, për Koranin, për ahiret, për natën e vorit, për jetësinë e botës. Atë çështja po del se është më e thellë, çështja është çështja e imanit. Pastaj mund që njeriu të ketë sadopak një dije, mund të ketë njeriu sadopak edhe iman. Mirë, po imani herë rritet edhe bjen. Tash është e vërtetë se gjunahu e sjell gjunahun dhe e shkakton atë plagështin, e shkakton kur nuk e ndjen njeriu lezetin dhe kënaqësinë e ibadetit, e shkakton largimin prej mexhliseve të xhairit, prej shokëve të mirë, prej xhamive, prej ibadetit, prej gjitha gjë. Kështu që është interesant kur sot më shumë dëgjon nga ana e disave ankesa çka u bë me këtë jetë. Shumë e ranë, shumë probleme, nuk pjashojmë hajrin, umitëm të punu, s'ka bereqet. Edhe ato që i përmende sigur probleme psikologjike që shfaqen në formë të ankthit, depresionit edhe humbjes së shpresës. Dhe këto kthejnë në esencë tek mosnjohja e realitetit të kësaj dunjaje nga aspekti fetar. I duhet një triut shumë mirë mi kuptu kushtet e imanit. Se është një kështjellë mbrojtëse që mbron njeriu edhe Pa nga dyshim. këto. Para mendon ti nëse je i fuqishëm nga ana e imanit dhe e ke kuptu spari shumë mirë çështjen e kaderit, caktimit të Zotit. Për ty nuk mund më të lëviz shumë kollaj një fatkeqësi, një sprov, një telash që mund ballafaçon, se di se kjo është në dorë të Zotit. Çka do e mirë që na godet për Allah dhu xhelal. Do thonë çdo sen është ndodh me urtësinë dhe detyrinë e tij absolute dhe i nështrohesh detyrimisht se di se është në dorë të tij gjithçka. I duhet besimin në ahiret, sepse njeriu punon në këtë jetë jo për me marr lavdën e njerëzve dhe shpërbimin e njerëzve, po e di se shpërbimin e jep Allahu dhe shpërbimin më i mirë, është shpërbimi i botës tjetër. Dhe me kushtet e imanit ti forcohesh personalisht. Do thënë te çështja e mëkateve, do thënë ndikojnë edhe mëkatet edhe tek ana shpirtërore. Çdo se ndikon. Ti mirë din mirë atë thënien e atij dietar që ka thonë unë ndodh që të bëj gabim, të bëj mëkat, dhe po e shoh këtë në sjelljen e familjes time dhe në sjelljen e kafshës që e ka pas për kalerim, domethënë. Ama nuk ka shiku ai me këshyr me gjithë fajin të tjetri. Po e ka ditë se ku është problemi. E ka përmirësu veten e tij. Kjo është se shpeshher faqe të ndërprerë. Rinia disi e dislokon fajin tek dikush tjetër. A është e nevojshme që çdo i rije, për çdo njeri në përgjithësi, po rinia në veçantë të fillon të shikon shkakun e defektit të kërkon tek vetvetja e tij? Po dyshim. Seftet te vetja e tij. Po e gjete e përmeson. Po nuk e gjete elhamdulillah. Se mund të edhe njëri të jetë i pafajshëm tash në këtë rast mund të ketë, do të thonë varësisht prej persone. Atë kupton këtë si sprov, nuk e kupton se po dyshim. Se mund të jetë fajik plotësisht tek pala tjetër. Ti pranon atë shumë ma lehtë kur e kupton se është sprov prej Zotit, të më ka caktuar Zoti. Besimi jem në kader është i paluhatshëm, është besimi në drejtsinë e Allahut xhashan, në urtësinë e tij kulmore, në diturinë e tij të pakufishme absolute, edhe shumë ma lehtë i përballon. Duhet më bind njeriu që ndihma e Zotit arrihet duke u përkushtuar Allahut. Për krahja e tij, ti mbështetesh Zotit me sinqeritet, me lutje, me vepra të mira, edhe do ta gjejë njeriu jetën e mirë sikur që ka premtuar Allahu në Kur'an. Për ata që kanë mësuar dhe bëjmë vepra të mira. E tash jeta e mirë, jeta komode, jeta e rahatshme,
nuk mund të kërkohet me mëkate, me gjunahe. Pastaj jeta komode e rahatshme nuk është vetëm materiale. Pa Se dyshim. besimtari, shka e ka eduku vetveten, i riu, e kupton se jeta komode nuk lidhet vetëm me banesën luksoze, me veturën e shtrenjtë, me teshat që janë firmato, po lidhet më shumë me ata që është diçka një kënaqësi e E brendshme. brendshme, shpirtore. Edhe këtë po e shohim shumë njerëz të pasur vuajnë nga depresioni. Po sa e nuk ka skaj, nuk ka E çështë. që është, nëse hinë në atë rrethin vicios që e quajnë, domethënë atë rrethin e së keqes, vazhdimisht ka diçka që është më tërheqse. Nuk ka Edhe fund. në nërson atë të mirë që e posedon. Dhe sa besimtari, i riu e din se atë shka Allah e ka dhënë, është caktimi i tij, i cili më së miri e din se çka bën mu dobi. Se njerëzit ndonjëherë mendojnë se diçka është e mirë për ta, e realiteti është që ajo nuk është e mirë, por është e keqe për ta. To janë, domethënë, si shkaqe më kryesore, po do ta kisha përmend këtu patjetër edhe një fenomen shumë negativ që po shfaqet pak e theksuar çështjen e largimit dhe distancës që kanë sot rinia dhe shoqëria në përgjithësi nga dituria dhe dietarët. Bile tash kohës fundin dëgjojmë zëra se të ndikosh nga fjalët e një dietare që ka dobësi dhe nuk është e drejtë, se secili ka drejt vetë i analizon gjërat, që për Po mua më rigjar, më nahnu rigjar. po për mua është absurde, sepse ti për ta marrë një zanat thjesht, këpuctar thjesht, du të shkosh të mësosh zanat tek ai mjeshtri, e së në bosh këpuctar pa ul pak me mësuat zanat, e ku më diçka tjetër, Që ka të bëjë me fejnë. më tepër pa, sidomos me fen. Po kjo është ku do të ta shtrembrojnë në realitetin dikush. Po nuk fenomeni tjetër që e shohim dhe vërejët shumë, se nuk ka gatishmëri për të reflektuar tek rinia kur dëgjojnë të mirën, kur dëgjojnë këshillën. Se këshilla dhe porosi dhe fjalë të mira dëgjohet shpesh. Do të thonë elhamdulillah nuk e kalon Allahu dhe edhe këtë vend edhe asnjë vend tjetër të zbrazur nga thirrja e mirë e kështu me radhë. Dhe këshilluesi. Por Hajr. ka mosdogjshmëri. Do të thonë nuk ka gatishmëri për të reflektuar. Një shoqëri që thjesht ndoshta shkojnë hapave të atyre që kanë thënë se mja në asajnë, dëgjom dhe kundërshtuam, se dëgjim ka, njohuri ka, çështja tash është shumë më lehtë për t'i hulumtu dhe për t'i gjetë, por gatishmëria për me reflektuar shumë e vogël. Dhe ka ofertë të bujshme, të lloj-llojshme, të, si thënë, përmbajtjeve të dobishme në internet, por dje bisedojsha me një kusheri, si arrin që një njeri me banalitetin e tij më u bë më i kërkuar se sa dhe një dietar i cili ju jep gjëra të vlefshme, ju jep ndoshta perla, diamante, nga dituria e tij, ndërsa ai e harxhon kohën e tij duke ndjek një person banal i cili thotë tash dola, tash të më zonën ngusht, ishin me altia, më refan, më bënën këtë, edhe fillan shahet e këto. Ka dhe më banale se kjo, me do të gjeste, me do punë koti që ka i bëjnë përmes incizime, përmes aty reelsave, thjesht nuk është në sen, kur një sen së është ajo, po ja që është bë kjo si një trend, subhanallahu tash, nuk është gatishmëria për të dëgjuar, edhe nëse e ke vërejt, shpesh në neve o xhallarëve na vjen një farë lloj një këshill nga ana e xhamatit. Mase e kryen hutben, thotë hoxha, Allah shpërbleft, hutbe mirë, pa kujt kemi fol. Edhe është bë kjo, domethënë, këtë e njohim na këtë si fenomen. Se fjalët që po thuan, në qoftë nga hoxha në xhami, qoftë nga profesori në shkollë. Ose kërkojnë nga te ta banalizosh mënyrën se si ju flet. Shumë i të folë kështu me gramatik, shumë i të folë me një stil. Dush pakës me ul për me të ndigjuar, po për me folë gjuhën e rinisë. E shka është e gjuhë e rinisë ku ka filmasha, ka frajera, ka bosa, do të me përdor kësi fjallë. Pas është edukim pasaj. Si edukotaj. Unë me dhe se një për problemeve që haru me përmend është
që tek rinia shumë është niveli i ulët, apo e kanë zbrit shumë nivelin në një shkallë të ulët të arsimimit, apo të asaj që e quajmë njohurive esenciale, apo ta quajmë ata ekziston një analfabetizëm shumë i theksuar. Ai ndoshta një shkronja, ti një me lexu, por me i vetë për ndonjë terminologji të atyre fjalive që i lexon, o shumë çështje banale. Domethënë rinia e cila do të qenë, siç e tham, në krye të proceseve të zhvillimit, të përparimit, të hulumtimit, të Po të shpresa një shkencës, populli, ato janë në një nivel shumë të ulët, ka se çështjet banale i din, ndërsa çështjet që kanë të bëjnë me shkencë, unë shpesh i pyes nxënësit e mi, a din çka do thonë çmimi Nobel për shkencë? Nuk e din. A me vetë çka është Kupa e botës në futboll, kretë e din. Kush e ka fitu, cili ekip, çfarë golla i kanë dhënë, detaje. domethënë ndërsa vetë unë e pyesja nxënësit, a njihni kush ka qenë Ferit Murati? Nuk e din. Ferit Murati është shqiptari si e ka fitu çmimin Nobel për shkencën e mjekësisë. Do të thonë se a është kjo një problem i theksuar tek rinia se janë në një kategori të analfabetizmit shumë të theksuar. Padyshim. Dhe pastaj kjo i bën që të distancohet edhe nga mësimet fetare, edhe nga mësimet shkencore. Shumë ma let ndikohet njëri kur është i paditur, kur është analfabet. Dhe domethënë mas parë njëri kur e kallëzon domethënë ngritjen e tij identitare për shembull, është mbas të dijes që e ka fitu. Pak se e cekëm punën e çështja e ignorancës që ishte një nga problemet dhe shkaqet tek rinia, kjo është. Do të thotë se vërehet dobësia e tyre edhe në shkollë, në arsimim, edhe në arritjet e tyre, po edhe mas studimeve. Edhe ti hoqë sigurisht takosh me nxënës që janë për shkolla, a e vëren se shumë ka ra niveli i njohurive të përgjithshme. Njohurive të përgjithshme, njerëzit apo rinia është kufizuar tek disa fushat që aty ndoshta e harxojnë kretë energjinë, ndërsa nuk pajisen me njohuri që për të cilën kanë pas nevojë në jetë. Kanë pas nevojë që tash e ke probleme me pyet një nxënës i shkollës së mesme, çka do të thonë për shembull diskriminimi, jeta dinjitoze. Nuk i din këto terme, të drejtat e njeriut, apo e drejta e fesë, praktikimit të fesë. Çka do të thonë këto? Këto nuk i din këto të drejtat e tyre, nuk i din këto terme, prandaj edhe shumë ma let manipulohen edhe ndoshta devijohen nga keqdashësit që janë të shumt. Do thonë keqdashët kush janë ato? Shoqëria, mas pari, shoqëria se tash jo çdo i ri e ka fatin të ketë shokun e mirë. Mund të ketë për tyre, po mund të ketë njëri që e ka fatin që të ketë shokun e keq dhe e ngreh në punë të këqija. Dhe pastaj ai e bot në atë rrugë, domethënë e ndjek dhe pson vetvetiu. Po nuk është vetëm kjo, domethënë këtu kemi edhe probleme tjera që është çështja e rrjeteve sociale që u përmendën. Domethënë këtu problemi është prap në dy palët, njëra palë që i riu bredh në për rrjete sociale poshtë dhe nalt pa kontroll. Internetin vetvetiu jo që sjell dëm, po varës se ti si e përdor ato dhe çka hulumton aty. Po edhe tjetra kur prindërit, edukatorët të afërmit, dhe pse jo edhe ekipi këtu në mund të thojmë me arsimtarëve janë paksa jo të interesuar shumë për çështjen se prezenca e tyre në për shkolla me telefona apo prindi me pas një kontroll rreth asaj se çka është duke bë e vladi ti 8 orë apo 10 orë në përrjete sociale. Se këtash telefoni po e mbat kohën sa ke harxhu kohën brenda ditës në sa ke qenë para ekranit në telefon. Edhe nëse e vëren se ky 8 orë, 10 orë, 12 orë ka qëndruar në telefon,
është e pamundshme ky i ri të ketë marrë detyri. Se i ka shku koha në rrjete sociale, në telefon. Zakonisht jo për të mësu, po duke harxhu kohën kot. Po fakti është se e lodhet ajo edhe trunin, edhe i pris sy. Po nuk ka gatishmëri edhe për të kret, mësuar. domos qisat i dëmton. Nëse qëndron në një pozitë jo normale, jo natyrore. Edhe pastaj nuk kemi unë po e shoh këtë sikur një katastrofë shumë të madhe. Kemi persona të ri që kalojnë 5, 6, 7, 8 deri në 10 orë duke luajtur, se edhe këto lojrat kompjuterike edhe këto janë problem shumë. Ndërsa është në moshën kur ka potencial. Ka ndoshta edhe kreativitet. Ka ndoshta edhe dituri. Për me bëjë gjëra shumë më madhore që do ta bëjnë që edhe prindërit e tij të krenohen. Edhe ndërsa ajo është kënaqet me zbrit gjendjen e tij në një nivel shumë të palakmueshëm, ku 10 orë i ka hup, ndërsa brenda atyre 10 orëve ka pas mundësi e bërë diçka që ja vlen. Po dyshim. Diçka që i bën, unë nuk tham që ti më morë vetëm me fe. Bëne një projekt, bëne një business plan, bëne një ide se si me fitu, si me shku për para. Brenda ditës të ketë një rezultat. Dhe një rezultat. Të mirë. Edhe nëse dështon, ne e dimi se dështimi, çdo dështim është shkollë. Edhe është motivim që të çohemi përsëri në këmbë, të ngrihemi në këmbë edhe të vazhdojmë. Po flasim për kur kjo çështje shkon në ekstremitet. Domethënë kur i riu rrin 10 orë, nuk po flasim se tash s'mund ti largojmë prej lojrave apo prej telefonave. Është e pamundshme se ashtu është më vetë se koha, kur secili më vetëm se e ka në xhep. Por jo 10 orë. Që kjo 10 orë që duhet me kalu në 1 orë, marrëna ditës. E kur ka 9 orë, tash këto kohë të lirë, me do e mes ai do të kërkon hapësirë tjetër kur do ta jep energjinë e tij. Kur ta kanalizon energjinë që e ka. Dhe detyrimisht do të shkojë dhe do hin binar. E këtu duhet ka njëherë edhe përdoret edhe forca. Në të forcën, jo rrahja, por imponimi. Do thonë se prej pengesave dhe problemeve të edukimit, se ka huba autoriteti dhe nga një anë prindi vetë e ka leju me huba autoritetin e tij. E ka zbeh autoritetin, e ka largu dhe e ka dhënë dorë fëmijës së tij nga 2 aspektet. E para, se nuk ndërmerr ndaj tij asnjë vendim. E dyta, duke ia plotësuar maksimum krejt dëshirat. E që po flasim në këndin fetar. Po të ta dëgjosh psikologët e thonë të njëjtën se plotësimi i këtij dëshira për fëmijën është e dëmshme. Sa ai fëmijë mësohet për një botë ku nuk ka limite. Formohet një ego që nuk din të ngopet nesër, do të ketë problemet e tij. Do të din i riu dhe se ai dëshira e tij ka një limit. E ka një kufi. Fundi brenda asaj mundësive. Cili është angazhimi yt për me arrit? Po, ti e ke kërkuar këtë prej prindit. Po çka ke bëu ti që bashkërisht t'ia lehtësosh prindin tonë që ta arrim që ta plotësojmë ata? Apo në çfarë mënyrë do t'ia kthesh këtë që prindi e bën për ty? Ti ka bëu këtë kushtet, ti ka është mundu, do të thonë çdo gjë me ta lehtësu që ti më përparu, ndërsa ti ato çka nuk është dasht me u angazhu deri në atë shkallë që me plotësu çdo sen. Na e dim shumë mirë, sidomos tek familjet që ndoshta në rininë e vet njeriu nuk i ka pas ato kushte. Që është nga Maroku që fëmia e vet mos të heke sikur ka heka ai vet, mo nuk kshir, çka ka para i blen. Ja blen edhe veturën, ja blen edhe motorin, ja blen edhe trotinetin. Kjo jo vetëm për djem, po edhe vajzat për shembull, nëna me plot me thon, hajde thoj se me plot mëshirë thot, unë s'e jam kënaq kur kam qenë e re, ne të kënaqet vajza ime. Në çfarë mënyrë do më u kënaqti? A nuk e mendon se ti duke i vendos disa rregulla të cilat janë kundërshtim me fen. Ne duhet me u mundu që me ju vendos aty disa, nuk do t'i quajsha
kufizime, po janë disa rregulla të cilat u mundsojnë atyre që malet më ballafaqu me jetën. Se nëse ti, siç e thave ti, ja mundson çdo gjë, ja jep çdo gjë që e kërkon. Nuk e ke në fjalorin tënd fjalen jo, atëherë ti e ke pa aftë për me u ballafaqu me jetën. Shumë mirë e thatë. E ke që ai të vendos limite që janë jo reale, e ke të pa aftë me komuniku me njerëzit, e ke të pa aftë me kuptu se çka do të thonë përgjegjësia, kur e marr diçka si përgjegjësi që unë do të më bëj. E ke të pa aftë me bashkëpunu, me komuniku me njerëzit tjerë, të cilët nuk janë në nivelin e tij. Mos edhe nuk i çmon ai rit çashtu, nuk i çmon sendet, nuk i çmon gjërat. Për të është shumë e thjeshtë edhe nëse shkatrohet gjithçka çka e posedon, se thjesht e ka pagu prindin, tak ai nuk çon pesh fare. Do thonë shohim se problemet për çdo send të ka adresën diet. Adresën. Për shohim se problemet vijnë nga i riu që ka dobësinë e vet fetare, të dijes, ignoranca, analfabetizmi, problemet e epshit, po dëshim vezveset e shejtanit, janë ato prezente, problemet e shoqërisë dhe dalmë deri tek familja, që e kanë atë rolin që s'mund ta anashkalosh se ta ka dhënë Zoti i Madhërisht atë autoritet. Dhe sot të gjente shumë pjesëtar të familjes sot, unë e kam lënë thot evladin tem ai le të vendosë vet. Unë si përzina në jetën e tij. Dhe kjo është për të çudit. Bashkë këtë përgjigje e dëgjova para 2 ditëve. Ishim duke bisedu për martesë, një vëlla dëshirante që ta kërkon një vajzë, dorën e një vajzës. Po thonë nuk i përzihem. Dhe kita, si nuk i përzihesh? Jo, unë në të vendosë vetë, po ku është ajo në nivelin e pjekurisë që ajo me vendosë vetë? Po hajde inshallah. Ti duhet me ndihmu me inshallah vendos mirë dhe si duhet dhe ja qëllon, po ma rrezik është se ne nuk themi që t'ja imponojmë. Padyshim. Po e kemi për qëllim që ti t'ja tregosh anët pozitive, anët negative, edhe ti ndihmosh që ajo të balansojë gjërat edhe ta jep mendimin e duhur, jo vetëm ta sheh vetëm një aspekt, mashallah i bukur është edhe me i haru aspektet tjera që është që një jetë e tërë është për atyre. Jo, pse në mas aty në prezenca e prindit edhe kujdestarit dhe familjes është shumë më rëndësi dhe thelbësore në atë që ai si do ta ecë për më tutje jetës, se si do të krijohet familja e re, shumë është më rëndësi, ku prindi vetë se ka një jetë të kaluar një përvojë të madhe ku mund t'i thotë fëmijës vetë mos e këtu gabon. Pse me toleru një gabim për evladin e vetë? A e do në evladin? Mos e le me gabuar shto. Dhe në shohme që ka një gëdëshmërit nga ana e disave që thotë nuk i përzin, nuk mire me këto probleme, ose, interesant, disa prindër kanë prit që evlat të tyre tjenë perfekt çdo herë një jetë. Mos ta bëjnë asnjë shkelje, mos ta bëjnë asnjë gjuna, mos ta bëjnë asnjë gabim. Po mirë, as kanë zbrit me laçën tokë. Edukimi pse është me rëndësi, pse theksohet? Edukimi është në momente kur gabohet, momente kur ka lëshime, momente kur ka ndikime të jashtme, ku ka probleme shpirtore, ku këtë ato çu përmendë tash. Tash roli i prindit është këtu me intervenu. Këtë pjesë me plotësu, me përmisu sikur që duhet. E tash ai shet që ka problem te evladi, jo s'në mirë me këtë problem. Kush do të mirë me këtë problem? Profesori në shkollë mesme, tjetrin fillore, hoxha në xhami, nuk e ka atë hapësirë të kohës as njëri në dispozicion sikur që e ka prindi në shtëpi. As atë pozitë. Edhe pozitën e ka fuqinë. As atë dëmshuri. Se prindi ka dëmshuri, ai duhet me kanë ai shka më së shumë të angazhohet. Pastaj prej energjisë që ka prindi për përmirësimin e fëmijët e bartë tek arsimtari, tek domethënë edukatori që ka në shkollë, deri tek profesori, deri tek rrethi. Ju jeni vetë mësimdhënës dhe e vëreni tek nxënësat të cilët kanë sadopak një kontroll nga ana e prindërve, vërehet sjellja e tyre në shkollë, edhe në klasë. Dhe i motivon arsimtar që me kanë alamat të kujdesshëm, ndërsa kur arsimtari e vëren se prindin nuk e intereson, e vetëm e ka çuar në shkollë. Po të tregoj një rast interesant ishte që sa janë gjenerata e re prindërve të pakujdesshëm. Kishte nisë një nxënës me shku në shkollë dhe kishte haru me vesh pantallon dhe ishte me pijama poshtë.
Edhe vjen të Dyrt e bori shkollës, shkollës, edhe ai që asnjë që ka qenë kujdestar thotë këto në shtëpi. Këto pse më këtu në shtëpi? Këto në shtëpi. Edhe shko para prindit tënd edhe çashtu qëndron atë të shohë pak. Edhe domethënë i ka thënë se para mendoj as nuk dalin përpara neve, na kanë përcjell në shkollë, na kanë zgjuar për shkollë. Tash. Desa tash më nuk i as kur jemi këti si kaluat, ta ka ndodhur diçka. Desa sot më e çon shkolla edhe do të as nuk zgjohet që me përcjell. Domethënë ka ardha ashtu prind. Po, sigurisht. Ka edhe kështu. Domethënë po flasim për gamime që ka bën në sfera të ndryshme. Tham ka neglizhim të madh nga ana e prindërit që në fakt nuk mund ta neglizhoj askush veten e tij se ki përgjegjësi para Zotit. Mirë po edhe nga ana tjetër, do ta kisha përmend që disa nga shqetësimet që i kanë për evlatët e tyre dhe gatishmëria e tyre për të edukuar, po nuk e din metodën e mirë të edukimit. Edhe nga mungesa e metodës mirë të edukimit, ata më shumë bëjnë dëm se që bëjnë mirë. Po që e të prejnë me dhunë, të prejnë me dënime, me sen. Me dhunë, me nënçmime. Se këshire, i riu ka nevoj për vetbesi. I riu ka nevoj Ti nuk vlen për kur gjo, për të lëvdu pak. Dështim, ti e kështu. Po, nuk bën që bile përmend se nuk bën edhe të krahasot shumë me fëmijët e tjerë. Se humbet të kaj vetbesimi se mund të jetë i aftë për diçka. Jo me anë të nënçmimit, jo me anë të përbudhjes, jo me anë të fyrjes. Jo, se tha, dhunë e teprume se mund të ndikojë negativisht. Do të me lanë një hapësirë dhëmshurisë që fëmia ta shet që prehri më i afërt i tij është prindi. Mos ta paramendoj prindi e fëmia se nuk ka hapësirë të zemra e prindit. Edhe pse nuk ndodh ajo. Prindi e bën atë nga shqetësimi që ka, se nuk don ta shajë vladin e vet deri në atë situatë. Ama lejeni hapësirë dashurisë dhe rahmetit se nëse dhe ajo shkëputet, ai do ta kërkojë atë mprehje dikun tjetër. Edhe ku do ta gjejë te shoqëria. Fatkeqësisht. Edhe sot shoqëria fatkeqësisht është më shumë. Po e gjemi i riu që pastaj më shumë e dëgjon një shok, sa sa që e dëgjon fjalën e prindit. Po nëse e shoh gabime ndodhin në sfera të ndryshme. Po që ndëruar me ti shpend. Po. Ne jemi ka fundi, deshta vetëm një këshill të përgjithshme, ndoshta nuk i kemi arrit kreet me kjo temë është e madhe, po inshallah ma që të kresh prej haqit prap kina me tish. Inshallah. Kina kazu si ki karun haq edhe përvojat e reja që i kimë suati. Shka me se në qka du të fokusohen edukatorët për me ndihmu këthimin e rinis në binarët e duhur? Me të kazu dritë para se me arën e mision, përshim na kemi zakon që shfletojmë dhe lexojmë literaturë të ndryshme me shiku se çka kanë folën këtë çështje pedagogët, dietarët sen. Dhe pe përgjigjeve që kam gjetë pak më të unifikuara është që mësimi i Kur'anit, në atë kuptimin që mësimi jo vetëm se leximi i harfeve, por mësimi praktik, mësimi leximi, kuptimi i Kur'anit, jetësimi i Kur'anit, do të thonë është prej themeleve që i jep një triu me lenë e Zotit një ardhmëri shumë të mirë dhe begatshme. Se jo rastisht kanë thënë edhe më herët mësoja fëmijës Kur'anin dhe Kur'ani ja mëson këtë fëmijës tënde. Aty do ta mësoj i riu obligimin tim ndaj Zotit. Aty do ta mësoj i riu obligimin tim ndaj vetes, ndaj shoqërisë, ndaj prindërve, ndaj familjes, ndaj fëmijës. Durimin, do ta mëson se ku është krenaria. Padyshim. Gjitha ato tiparet e mirë, feja e mëson përmes Kur'anit, tash po flasim, se si do të sillet ai në shtëpi dhe jashtë shtëpisë. Feja e mëson se Allahu nuk e do një njeri i cili është ngoj fliçur. Feja e mëson që kur njeri është agjërueshëm nuk do të edhe nëse ngasmon nga dikush që unë jam agjërueshëm, nuk i hin, domethënë nga tresave fare, largohet. Feja e mëson se ai kur del në rrugë ka një përgjegjësi të hatashme, nuk dëmton, nuk thën, nuk prish,
nuk pengon kërkon. Mbi të gjitha, ai më nuk mirët tas me thashë theme, me përgojime, me rrejna, me mashtrime, me Krijon një personalitet që të gjithë e pëlqejnë, e jo një personalitet nga i cili personalitet shembullor po shembullor. në gjitha aspektet. Do të shohim se tash përmes mësimit të fesë, e këtu tash prindi do të angazhohet. Nëse nuk mundet vetë, duhet institucionet e ndryshme, sikur që është tash xhamia, që elhamdulillah nuk ka pjesë të vendit se vetëm se ka një xhami, po s'mund dhe vetë, dërgohen xhami. Mos e arsyето, mos shkuarën e fëmijës se nuk ka kohë se du të mësoje, se du të shkojë në sport, se du të mësoja gjermanishën, se du të mësoje matematikën, se du të mësoje në kurs kompjuterave. I ka hap fëmijës vetë 5 kurse, edhe një punë ku e bën ai që të moshën e re, tani i kanë angazhu, ndërsa për çështja e fesë, thotë nuk ka kohë. Po mirë, ajo do të ketë pasaj pasojë. Detyroje, sa do pak le të jetë, e vogël. Nëse një sure një javë të mëson, vallai kam i mbet aja. Aty do të mësoje, se parzët, pjesën elementare të fesë, të obligimeve dhe detyrave, adhurimeve që e ka, karshi Zotit të kështu me radhë, e pastaj ajo do të ndikoje. Kurani ndikon në inteligjencën e njeriut. Kurani ndikon personalitetin e njeriut, Kurani ndikon moralin e njeriut. Kur e kanë pyet Aisha radhiyallahu anha ka thënë gjendjen shpirtërore. Morali i tij që ka qenë Kurani, gjendjen e tij shpirtërore. Do ta ndjen vet i riu, do thonë në ndryshimin në jetën e tij kur është më afër fesë. Do thonë edhe me përdor edukim në forma të ndryshme. Në forma të ndryshme. Herë duke i inkurajuar ato, por herë duke edhe i qërtuar. Do thonë, jo çdo herë ti mund të ballafaqosh me një tri i cili do të pranoj çdo herë nga ana jote të urdhrat dhe fjalët dhe zbatimi është i përpikshëm. Ka aty lëshime, ka aty në neglizhencë, ka sen, por mos e le fëmin bosh, mos e le fëmin pa këshill. Për shembull, i riu Mos sot krijo vakum, se nëse lëm vakum pa ndikuar pozitivisht, ka më ndikuar të tjetë në negative. shembull, një i ri sot tek familjet tona mund të ketë problemin e namazit. Cila është strategjia e prindit që ta binde apo ta sjell fëmijën e tij dhe një praktikues të rregullt të namazit? Thotë i kam thënë një herë. Po mirë, vetëm me një herë është kriju obligimi. Janë 365 ditë. Nga 5 kohë namazit brenda ditës. Për çdo kohë namazit është dashur të thosh çu falo. Në mënyrën e mirë. Me thirrje të mirë, duke ja shpjeguar. Edhe plus, bashkëngjitë aksoj edhe shembullin personal, modeli. Dhe kjo është diçka që mungon në edukimin e rive, edukimi me shembull. Kur mungon këto në tash shembulli ideal, kur njeriu e kundërshton fjalët e veta me punët e tija, atëherë është problem. Zoti mos e voft, nëse ndodh që i riu e kupton se prindi gënjen, edhe i përdor ato metodat e gabume, atëherë është, vetëm se edhe ma problem në vete, edhe më ndërlikuar. Kështu do të këshmi përmendin tek çështja e ibadeteve, se secili ibadet, çdo ibadet, pete namazi, agjerimi, edhe tjera të gjitha, ndikojnë detyrimisht në sjelljen e njerëzit. Ndikojnë. Patjetër. Edhe derisa të arrihet tek një pozitë kur ti nesër edhe mund të krenohesh me të si i ri, por nuk mundemi ta anashkalojmë asnjëherë, ndoshta këto është dashur me përmendim më njëherë mas mësimit të fesë, Kuranit, ibadeteve, çështën e lutjes, duas. Duaja që nuk bën me lan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Do thonë, o Zot, na jep nga bashortet dhe fëmijët tanë që na kënaqin syt. Do në lutjet që du të shpeshtuar. Mos ta anashkalojmë se lutja bën çudinë. Do thonë, lutja hap zemra, zbret udhëzimi i Zotit aty ku ti nuk mund dikosh me fjalët e tua. Do thonë, thjesht e ki mundësin t'i lutesh Zotit, pse nuk e shfrytëzon? Kërkon prej atij i cili dorën e tij mjafton të thotë bëhet ajo, bëhet. Dorën e tij është
janë thesaret e qiejve dhe Zemrat e tokës. njerëzve i Zemrat e rrotullon njerëzve katë dorë të do. Allahu xhaleshanu. Kështu që këto Çfarë do që të kërkojmë, Allahu e ka. këto do ta kisha përmend këto si strategji nga ana fetare, edhe ato që u përmendën pak më herët, çështja e praktikave të ndryshme, se cilësi njëri tash e ka një praktik në familjen e vet se si mund ndikoj te evladi vet, dhe për çdo ditë ai duhet të hulumtoje metoda të afrimit të fëmijës vet në xhami, caktimit të termineve nëpër mexhlise të xhairit, afrimin e tij për shembull me shok të mirë, mbikëqyrjen e tij në gjithë këto metoda që një prindi e ka problem, do të jetë për një një mësues në vetë, një edukator vetë, do të bëhet. Tash për këtë epitet edukator, aty nuk i lipët të ketë diplomën e doktor shkencave, po thjesht prindi je. Atë rol du ta lush. Nëse e ke çat ndjenjë se ti e prind dhe i përgjegjës për fëmijën tënde, kjo edhe je besimtar në të njëjtën kohë, kjo shumë do të motivoje, do të ta mundsoj me gjetë rrugën e duhur në edukim. E këtu në fond mund të kishme paraqit për shembull një mënyrë dhe strategji për me ndiku është çështja e institucioneve, nëse sadopak ngritet niveli i edukimit dhe përgjithësime nga natyre. Edhe në arsim, unë e di që ka, dhe nuk mund të themi që mungojnë tërësi, mirë po a ka boshllëqe dhe a ka mungesë dhe a ka lëshime? Ka lëshime me vëlla. Tash ato e kanë atë sferën e vet ku i kanë problemet e tyre, mirë po nëse do të ishte përmirësuar ana e institucioneve, ana e shkollës, kënena në xhami, kënena në shoqëria dhe familja, besoj që ajo vetëm se e forcon edhe më tepër. Hoxhë nderuar, ishte kënaqësi që t'ju kemi sonte. Faleminderit për mezhlisin ton. Allahu shpërblet për këto fjalë me të vërtet këshilla të arta, të cilat shpresojmë se do ta gjejnë zbatimin në procesin e edukimit të gjeneratave, edhe ta shndrojmë këtë rini nga dhimbja në një shpresë për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar shikues, ky ishte mezhlisi jon për këtë javë. Ju përshëndes. Asalamu alaikum wa rahmatullah.